në atë periudhë kam parë një nga gocat që unë kam pas në shkollë në universitet, ishte te hostel Bajanabel dhe thjesht pash që ato kërkonin një asistente prodhimi. Unë nuk s'kisha lidhje dhe thash okay, meqense unë po ikim nga Rudina, le ta aplikojmë, mos ngelemi pa lek se mamit e babit nuk do i merja më. Se kur hyn në një punë, ti nuk e konsideron veten shumë të pavarur dhe nuk e konsideron më veten që të shkosh pastaj tek ai 2000 lekësh që të jep mami babi, ndërkohë që po jo vetëm kaq, edhe ti krijon një pavarësi të tillë sa që ke dëshirën të ndihmosh, jo më të ndihmoj. Patjetër, dhe ke dëshirën që të ndihesh shumë worth it, duhet të ndihesh që ti mundesh tani dhe ti jesh një zë idej në familje. Dhe fillova te Anabeli, ka qenë hostel Bajanabel 2. I pari ishte bërë në 3 muaj të verës, diçka e tillë, dhe puna që unë duhet bëja ishte shumë e thjeshtë. Unë thjesht duhet koordinoja gocat se kur duhet shkonin nxjerrime dhe të rrian zër. That's it. Sa ajo gjë ishte bërë një herë dhe unë të njëjtën që duhet bëja. Dhe mua më hante krimbi, nuk rria dot, domethënë si mund të rria, unë thjesht flisja me njerëz dhe të bëja këtë, më dukej vetë si call center. Dhe shkova te Dalina një ditë dhe i thash shkon, do ikin nxjerrime. Domethënë unë sa bëj dot si gjën. Okej, tha, po ç'o duash. Shkova në përgjerime dhe nga shkuara në nxjerrime fillova të merja shumë përgjegjësi dhe nga momenti i marrjes përgjegjësisë kalova menaxher produksioni, pastaj head of productions, bëm një mini serial Love Like Tirana, që e nisëm ku asnjëri nga ne nuk e dinte se çfarë do po bënim, si ishte. Aty ishte rapar që ne u hasëm si tuash me filmi, se u detyruam që të merrnim kostumograf, skenograf, domethënë regjisor tjetër, domethënë ishte shumë e vështirë për ne dhe u futëm në nxjerrime 16 orarse, që s'kishim lidhje. Se hosteli ishte më raportet me gjumin, se në gjitha këto produksione kam parë që keni punuar pa fund orë. Unë nuk e kam problem fare gjumin, domethënë mund të ri pa gjumë, mund të lej vetëm 2-3 orë. Është një vajzë e disiplinuar dhe unë këtë nuk e vjen në diskutim fare. Jo, unë po e shoh se për të folur s'po flas, po shoh. Po shoh. Ma hopi me kunjë, Jo, më duhet se ma hopi dhe mua. Se hapa gojën dhe nuk e mbyll. Po ti për të hapur gojën je këtu, prandaj të kemi ftuar, kështu që mos ki merak fare.